qartë, e dim shumë mirë këtë, por duam ta nisim nga ky nivel, e kemi diskutuar edhe me konsulentët e huaj, sepse ajo që na intereson është formalizimi i sektorit. Dhe pastaj nga 1 tetori deri në 30 prill një nivel 20%. Këtu janë bërë gjitha projeksionet, ka një balans, prap ju do dilni me një fitim ekstra për te fitimit që ju takon, por kjo është një fazë. E dyta, përgatituni, sepse në 2026 nuk do keni nga të lëvizni më, sepse do fusim platformën digjitale e-visitors, dhe aty pastaj bëhet e pamundur që të ketë shmangje për gjithë infrastrukturën hoteliere flas. Ana tjetër e medaljes, për cilën duhet bashkëpunojmë me shoqatat tuaja, por që i takon afat në afat mesëm, është të frenojmë informalitetin e madh me apartamentet me qira, me shtëpitë me qira. Nuk ka ardhur koha akoma që ata t'ju shqetësojnë, siç shqetësojnë gjithë sistemin e mikpritjes së hotelerisë në vendet e mëdha, sepse ju keni sot më shumë kërkesë se ç'keni mundësi, por hap pas hapi do të shikoni që do duhet të krijohet kjo balancë dhe ata do duhet të formalizohen. Pika tjetër për parkimet, unë e kam ndarë me disa kryetarë të bashkive, ne kemi një program të ri të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, po punojmë me Himarën, po punojmë me Vlorën, po punojmë për Lezhën, me Durrësin, duam të ndërtojmë një infrastrukturë ekstra të parkimeve. Një infrastrukturë ekstra e cila cilën kemi konceptuar edhe nga pikpamja arkitektonike që të jetë një infrastrukturë atraktive, do të përdorim arkitekt për këtë punë për të ndërtuar parkime nën dhe mbi toksore për gjatë gjithë vijës bregdetare, të cilat të jenë një infrastrukturë mbështetëse e gjithë. Kemi ndjekur kryeministrin Rama